business di questa persona. Vlerësimi që i bëjmë ne si institucion që është një ndër grupet më të rrezikshme, niset nga shumë indikatorë. Grupi ynë i hetimit, por edhe kolegët italianë, gjithë bashkë konkludojnë që është një ndër grupet më të rrezikshme qoftë nga pushteti financiar, që ata kanë të ardhur që siguronin nga aktiviteti kriminal, aftësia për të trafikuar sasira të mëdha kokaine nga vendet e Amerikës Latine dhe për të shpërndarë në Europë, kryesisht në Itali, po siç përmendi edhe zoti Mara, e në pjesë të tjera të Shqipërisë, pjesë tjera të Europës, jo të Shqipërisë. Tani ajo që mund pojë është kjo, që qendra e grupit ishte qyteti Durrës. I grupit dhe nën grupeve. Sa i takon emrave, ne si institucion ju e dini shumë mirë që kemi një politikë që nuk japim generalitete të personave të cilët arrestohen, edhe në komunikimet që bëjmë në njoftimet për shtyp me shkrim që shpërndajmë për mediat, ne nuk përmendim generalitete. Dhe nuk kemi pse bëjmë përjashtim që në të rast të përmendim generalitetet të personave ndaj të cilëve është lëshuar masë sigurimi, qoftë për ata për cilët masa është ekzekutuar, apo dhe për ata për cilët masa nuk është ekzekutuar.